Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të hënda 30 qershor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin një shoqëri si e jona prodhon drejtues arrogant që nuk njohin ligje dhe norma. Prapas skenat e figurave kyç në lidhjen e shkrimtarëve dhe reagimet e Enverit. Raporti Eurostat, Shqipëria thyen në rekord në Europë për çmimet më të shtrenjta, largimin e të rinjve, pensionet e ulta dhe censurën e medias. Opozita shqiptare, koalicioni i djathtë denoncon drejtësinë e re, po trajton skandalet si normalitet, shteti po shkatrohet. Dosja e plerave, zyrtarët e bashkive japin llogari për kontratën me Ekoelb, miliarda për mbetjet në 668 pagesa dhe nuk morën shërbim. Në gazetën Labëria mund të lexoni Polifonia Labe është një burim i kristal që rrjedh nga malet e serta të kësaj krahine epike dhe lirike. Nga Albert Zholi, historia dhe madhështia e këngës polifonike shqiptare. Në gazetën Dita mund të lexoni nis sot fillon këtë të hënë procesi ndaj Sali Berishës, një gjyq kundër plotshkitjes në emër të pushtetit, por për Sali Berishën ky nuk është gjyqi më i rëndësishëm i jetës së tij politike. Opozita shqiptare pas 11 majit mjafton të thoni Neni Basha dhe i keni thënë të gjitha. Nga spital për fëmijë në burg për politikan. Më në brëndësi mund të lexoni a mund të prodhoj Shqipëria ushqimin që i duhet. Nivelet e kolesterolit, destina e verës nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni programi kombëtar nga Korriku 1253 familje përfitojnë strehim social. Replikat deputeti britanik tha se 1 në 48 shqiptar në Britani është në burg, Rama të këmbgulësh në gabim djallëzore, humbe bast. Samiti, liderët e Ballkanit mlidhen sot në Shkup, BE veçon Shqipërinë për kushtim ndaj reformave. Lista me 338 qytetarët që pajisen me leje në 8 qytete, legalizimet. Të humbasësh gjithçka si Oscar Wilde e të përfundosh në burg prej dashurisë, shkrimtari anglez. Në Panorama Sport mund të lexoni Tirana 12 të larguarit Bardhe Blut pastrojnë ekipin, por ikjet do të vazhdojnë. Mita i drejtë Europës, Al Ittihadi merr ofertë zyrtare. Hasani gol, por i dënuar me stol. Dobi me mushaj për stolin për Gjoni drejt Durrësit. Partizani mund Dinamon, Blut humbasin 11 metrësh. Merkatoja në vend numëros, syt nga të rinjt. Elbasani dëshiron Tolin, Selmani vendos miqësoren. Idrizi trajneri pranoi kushtin e 2 trofeve. Kampionët i japin leksion Mesit me shok. Reali macja e zeze Juves, Chelsea e Palmeiras. Strategjitë si ndryshojnë Interi dhe Milani. Klopp pas zili për slot, U21 kampion e Europës. Formula 1 do pjet McLaren, Norris më poshtë Piastri në Austri.